Dashi, dita të jep impuls për të nisur diçka të re në vendime. Për vendime të rëndësishme kërko fakte, jo vetëm për shtypje apo emocion të momentit. Ruaje energjinë për gjërat që vërtet kanë peshë. Demi, kërkon stabilitet dhe siguri, prandaj sot humori duhet të parë me qetësi. Një aktivitet i thjeshtë, muzikë ose shëtitje, mund të rikthejë energjinë, mos e nënvlerësoj një shenjë të vogël që vjen gjatë ditës. Binjakët, sot komunikimi është çelësi, por kujdes me tonin e dashuri, një gest i vogël romantik ose një mesazh i kujdesshëm mund të hapë rrugë. Mbrëmja sjell më shumë qetësi nëse nuk e tepron me analizat. Gaforja, një njeri i afërt mund të ndikojë tek mënyra se si e sheh financa. Me financa trego kujdes, sepse një shpenzim i vogël mund të zmadhohet pa e kuptuar. Në fund të ditës, do kuptosh se durimi ishte zgjidhja më e mirë. Luani, mos kërko vetëm duar trokitje, në plane personale vlen më shumë sinqeriteti. Mos kërko ndryshim të menjëhershëm. Sot rëndësi ka të zgjedhësh drejtimin, një detaj i vogël mund të bëjë diferencën më vonë. Virgjëresha, dita favorizon organizimin dhe përmirësimin gradual në rutinë. Mos e humb ditën me detyra të panevojshme, lër hapësirë dhe përpushim. Peshorja, balanca është fjala kryesore dhe të ndihmon të shmangësh tensionin në vendime. Për vendime të rëndësishme kërko fakte, jo vetëm për shtypje apo emocion të momentit. Mos e nënvlerësoj një shenjë të vogël që vjen gjatë ditës. Akrepi, sot mos e tepro me kontrollin, sepse humor kërkon më shumë besim. Një aktivitet i thjeshtë, muzikë ose shëtitje, mund të rikthejë energjinë. Mbrëmja sjell më shumë qetësi nëse nuk e tepron me analizat. Shigjetari, një bisedë e hapur mund të sjellë frymëzim për dashuri. Një gest i vogël romantik ose një mesazh i kujdesshëm mund të hapë rrugë. Në fund të ditës do kuptosh se durimi ishte zgjidhja më e mirë. Bricjapi, mos mbaj gjithçka mbi supe, në financa mund të kërkosh mbështetje. Me financa trego kujdes sepse një shpenzim i vogël mund të zmadhohet pa e kuptuar. Një detaj i vogël mund të bëjë diferencën më vonë. Ujori, dita të nxit të eksperimentosh dhe të gjesh një zgjidhje origjinale për plane personale. Mos kërko ndryshim të menjëhershëm, sot rëndësi ka të zgjidhësh drejtimin. Ruaj energjinë për gjërat që vërtet kanë peshë. Peshqit, intuita të udhëheq bukur dhe të ndihmon të ndjesh drejtimin në rutinë. Mos e mbush ditën me detyra të panevojshme, lër hapësirë dhe përpushim, mos e nënvlerësoj një shenjë të vogël që të vjen gjatë ditës.